Zgjedhja e tij është sensacionale dhe pse emri i tij her pas here është përmendur si pasuesi i mundshëm i Papa Franceskut. Për herë të parë një kardinal nga SBA zgjidhet kreu i kishës katolike. Në kohën e presidentit të SBA-s Donald Trump dhe rendit të tij të ri botëror, një papa amerikan nga SBA-ja do të jetë tani si kundërshtari i tij roman. Papa i ri, i cili zgjodhi emrin Leo i 14, më shumë se 100 vjet pas papës së fundit Leo, vjen nga Chicago. Ai lindi atje më 14 shtator të vitit 1955, por pas shkollës, studimeve dhe shugirimit si prift në vitin 1982, ai u largua nga SBA-ja dhe nuk ka jetuar më atje për kohë të gjatë. Prevost studioi dhe mbrojti doktoraturën në Rom, që nga viti 1977 ai i përket bashkësisë së urdhërit të Augustinëve. Ky urdhër i themeluar në shekullin e 13 i ka pikërëndesat e veta tek përkujdesi shpirtëror dhe puna arsimore, që nga viti 1987 deri në 2001 ai ka qenë në funksione të ndryshme aktiv në Peru, përkohësisht si profesor teologjie, së fundmi si kreu i Agustinëve të provincës në këtë vend. Në vitin 2001 amerikani peruan nga SBA-ja u vendos në Rom dhe u bë drejtuesi i përgjithshëm i urdhrit të Augustinëve, si antari me hierarkinë më të lartë në këtë urdhër. Ai e kishte rezidencën në një kompleks impresionant direkt jashtë kolonave të sheshit të Shëmpjetrit. Arkës së urdhrit me siguri që i ka favorizuar fakti se gjatë konklavës këtë ditë televizionet të ndryshme përdorën tarracën e ndërtesës për transmetimin e drejt nga Roma. Por rrugëtimi i Prevostos e ktheu atë sërish në Peru, përsëri në veri të vendit, që konsiderohet si një ndër rajonet më të varfra në mos më i varfri i vendit. Papa Francesku emëroi atë në nëntor të vitit 2014 i Peshkov dhe e dërgoi në Chicago, fillimisht si administrator apostolik dhe nga shtatori i 2015 si kryepeshkov. Gjatë dekadës së shkuar Peruja është shumë larg Romës. Kisha e vendit her pas here nën influencën e forcave reakciona nga SBA ka pasur probleme të ndryshme kishtare. Pra, Francesku kurse si nuk ka dërguar në Peru, ndonse që nuk donte ta kishte në Rom. Që nga viti 2019 dhe 2020 Papa Francesku e bëri Robert Prevost antar të 2 kongregacioneve të rëndësishme romane. Kjo do të thotë për i Peshkovin kontakte të rregullta me Vatikanin. Fund të janarit 2023 kjo u pasua me një hap tjetër. Prevost u bë prefekti dikasteriumit për i Peshkovët dhe presidenti i Komisionit Papënor për Amerikën Latine. Në konstitoriumin e tij të fundit në dhjetor të vitit 2024, Francesku e emëroi kardinal njeriun e urdhrit.